Periudha e transformimit është një ndër periudhat më të vështira, por edhe më të vlefshme për besimtarin. Janë stinët kur besimi yt vihet më së shumti në sprovë. Të largohesh nga ajo që njeh për të nisur rrugën drejt së panjohurës me Allahun, kërkon jo vetëm guxim, por edhe një mbështetje të palëkundur tek Allahu. Edhe kur nuk e sheh rrugën të qartë, ti ece lodhur e raskapitur, por me shpresë, me dua dhe me bindjen se Allahu nuk të braktis kur. Në momente pasigurie, shejtani mbjell frikë dhe të thërret të kthehesh pas, tek e vjetra, e lehta dhe e njohura, që është plot rehati. Por kur zemra është e lidhur me Allahun dhe dëgjon thirrjen e tij, e din se kjo është vetëm një sprovë dhe një mashtrim i armikut, një nga lojrat e atyre për të ndalur nga thirrja që Zoti ka vendosur në shpirtin tënd. Shumica ndalen në gjysmë të rrugës sepse nuk e përballojnë dot presionin dhe kënaqen me një rrugë më të lehtë. Por të përkushtuarit ndaj Allahut me gjithë dobësitë e tyre nuk ndalen, jo sepse janë më të fortë se të tjerët, por sepse Allahu i bën të fortë, u jep forcë e motivim të bëjnë atë që të tjerët kanë frikë ta bëjnë. Ngjitja është e lodhshme sepse për të arritur te majat ku Allahu të ka thirrur duhet durim, vullnet, guxim dhe besim. Nuk është e lehtë, bëhet hap pas hapi dhe sa më lart të ngjitesh, aq më e rëndë bëhet. Ka ulje dhe ka ngritje, momente dobësie dhe përpjekje të madhe. Ti mund të ecësh përpara sepse ke Allahun me vete. Allahu të ka përgatitur dhe të ka dhënë mjetet për të luftuar betejën tënde. Mos lejo që shejtani të të ndalojë. Vazhdo të jesh njeriu që ka zgjedhur rrugën e vërtetë edhe kur është e vështirë. Vazhdo të ecësh sepse Allahu është me ty, më afër se çdo gjë tjetër dhe ai nuk e humb mundin e askujt. Mos harro se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe pas çdo sprove ka një mirësi të fshehur. Ti je në duart e mëshiruesit dhe nëse je me të, je gjithmonë në rrugë të sigurt dhe çdo hap që bën për hir të tij të çon më afër asaj që ai ka përgatitur për ty. Prandaj mos u ndal, vetëm vazhdo përpara, sepse me Allahun çdo gjë është e mundur.